Nderuari President Mojsiu, nderuari Zoti Gjend Gjyqeni, nën kryetari i Bashkisë Kavaj, të dashur miq patriot të dëshmorëve të luftës Kavajës. Që fjala ime tash natyrisht do të jetë e shkurtër sepse tu në këtë simpozium gjithçka u tha, por ajo që do të them është kjo. Unë jam tu për shkak se Ymer Ajdini, Aslan Ajdini, Tahir Ajdini janë luftëtarë të luftës Shkodrës. U tha nga doktor Dorim Çaça që ne duhet bëjmë një obelisk, një memorial të madh në Kavaj. Por unë mendoj për tek kësaj ne duhet ta bëjmë në Shkodër në radhë parë. Që ta marrin vesh se dhe shumë veta nuk e di. Eksperienca më thot, si përfaqësues i gjithë 167 dëshmorëve të luftës Shkodrës, ne duhet të formojmë një organizat jo fitimprurse, një shoqat e cilat t'i përfaqësojë për të realizuar të gjitha të drejtat e këtyre. Sepse sipas dekretit të 92-shit Presidentit të Republikës, mungojnë janë 87, nuk e di nëse gaboj, por mungojnë më shumë se 65, që të plotësohet 168. Atëherë, ne duhet të vazhdojmë të krijojmë një organizat, një person juridik, e cila të ushtrojë të drejtat legjitime të këtyre që janë harruar. Thuhet që kanë luftuar 500 veta, 500 burra nga Kavaja, por ne s'kemi akoma një informacion zyrtar. Po emrat e këtyra duhet të afishohen të fundit, se dhe këta për liri shkuan, edhe këta mund të ishin vrarë. Në këtë mes, si shkëta profesor Kona, ne duhet të luftojmë për një identitet të qytetit Kavajës. Para 2 javësh kemi themeluar shoqatën rajonale yje të futbollit Kavajës. Është momenti që e kërkon zhvillimi. Këtu do të formohet një shoqat për 168 dëshmorë të luftës Shkodrës, këtu është shoqata tjetër këtu duhet të ketë akoma organizatat e tjera që duhet të vënë në lëvizje qeverisjen vendore. Për këtë arsye, unë mendoj që gjithë duhet të angazhohemi, sidomos kjo organizata e 168 dëshmorëve të luftës Shkodrës duhet të evidentohet. Obelisku duhet të jetë një pllakë e madhe memoriale, ku njerëzit, sepse kjo rrit dhe atë turizmin, po kjo duhet të jetë në Shkodër. Unë angazhohem, Zoti President, se në Shkodër do të organizojmë të simpozium në Bashkinë e Shkodrës, me institucionet tjera në bashkëpunim me të gjithë pjesëmarrësit. Ju faleminderit.